mirë se vini në kanalin tim. Si që shihni jemi akoma në Greqi, të shtëpia e prindërve. Sot data është 14, kështu që për ne në Korçë më duket, apo për të gjithë Shqipërinë jam e sigurt. Është dita e verës, gëzuar verën, so excited. Dhe këtu në Greqi e ndjejmë ditën e verës, se është vërtet tamam. Sigur është behar. Mami na ka përgatitur me mëngjes verorka që t'i vëmë me motrën. Babi me mami na kanë përgatitur ballokume që djena dark. Çfarë ka këtu? Mish, jo, s'është për mua kjo. Unë kam qofte sot në menu, edhe donuts. Motra ime është këtu që po mundohet të filmoj një reel. Motra ime bëri reelsin e parë, tani po bëhet gati për reels number 2 sepse i mbledh motra ime. Tonë shemen që thot kur të vi, ajo tjetra të më ndihmoj. Edhe i mbledh. Edhe bëjmë reelsa për vi unë këtu. Po mua sikur po fillon po më bën gërgër barku. E them të ha diçka, të shëndetshme si gjithmonë. Tan tan taran. Tani, kjo është pak e madhe, do e pres në mes se të gjitha nuk do e hashe sigur. E mora me Kinder Bueno. Është ditën me fundit e plot në Athinë, nesër nisem në orën 1:30. Edhe sot programi kam stand-up comedy. Para se të vi më merr një ditë Eleana në telefon që ishte në universitet, më thot, në datën 14 je këtu, i thash po jam aty, më tha do të ikim në stand-up, i thash po dua shumë të ik në stand-up. Kështu që këtë do bëjmë, do shohim një çun që më del shpesh në TikTok, më pëlqen humori që kanë në përgjithësi. Do desha shumë të shkoj edhe në Itali, kam thënë Klajdi të shkojmë në stand-up comedy, më ka thënë që është një shqiptar që do vi në Bologna, është shqiptar, por që bën stand-up në italisht, edhe mbase do shkojmë të shohim atë. Më pëlqejnë edhe shumë të huaj që bëjnë stand-up comedy. Kishte erdhur biles në Bologna njëri që më pëlqente, po ai flet në anglisht. Klajdi nuk kupton anglisht, kështu që nuk vajta atëherë dhe shumë më mërzita. Edhe tani jam shumë excited që do shkoj për herë të parë të shoh stand-up. Bravo Elana, shumë ide e bukur motra. I love you. You are the best sister forever and ever together forever. Angela Çork bën një javë me jetën tënde në Greqi. Realisht këtë. Kam ngrënë një javë budallalliqe. Kaq. Çfarë po bën tani? Po marr këto. Çfarë po merr? Po marr varse, rrobat që ti kem te varset e të tregoj në fillim. Po nuk mundesh ti i tregosh me një varse. Do të thënë, një varse bën njërin heq tjetrën. Pse po i hedh këtu 7 varse? Pse kështu dua. Je so genius, Më kanë erdhur rroba shumë të bukura. Bellissimo. Kjo është hyll. Tani të bësh zhurmë. Tani vetëm gjithmonë bën zhurmë. Rumujaxhi e shtëpisë. E digjon barkun tim si po bën. You really better know this? Ty tregoj një gjë. Dje Leana kishte veshur një xhaketë elegante të babit, lëkure. Nuk e di pa është lëkure vërtet apo e kupton, efekt lëkure. Më thot kjo është babit, i thash re sa e bukur që është. Tem babit, babi ke do një xhaketë tjetër që nuk na e ke treguar akoma. Thot babi, kam një tjetër lëkure, tha. Që është më i gjatë. Nuk e di çfarë po bëjnë sot me këto aeroplanat, po jam trembur mjaft shumë. Nuk e di ku kanë ndriçim t'ju lep. Edhe nxjerr babi këtë xhaketën e lëkurës, edhe fillon të zgjemi me Eleanën kush do e marr, i thash ti xha e ke një të babit, më lër të mbaj edhe unë një tjetër tani. E si përfundim e lam që për këtë vit do ja le Eleanës edhe vitin tjetër do e mbaj unë. Shumë e bukur kjo xhaketa, super mega lux. Shikoni, shkoj unë te Vintage këndë ande. Ja, unë kam në shtëpi. Tani mos më shikoni kështu se jam edhe pa krejore, pa lyer, edhe pa veshur, jam pak keq. Por kjo xhaketa me pak styling do duket super mega yll. Ndaj rili love tuku. Mirë jam në përgjithësi. Fjale vërtet shumë. Halli është që te dhoma e mamit edhe e babit ka shumë lagështi. Ka edhe te Eleanës, po te dhoma e mamit e babit ka lagështi nga ana e dollapit të babit, ku ka rrobat babi. Edhe kur e nxori babi këtë, e kishën futur edhe në atë gjën që fusëm rrobat që mos prishen. E hapëm atë edhe ishte mbushur xhaketa me myk, ishte bërë gjitha e bardhë. E pastruam pak. Më tha mami nxjerr jashtë në balkon të ajroset, edhe tani duhet ta pastrojmë edhe një herë. Halli është që duhet bëjmë diçka me atë dhomën e gjumit, sepse myku nuk është problemi vetëm te rrobat. Rrobat janë minimumi. Problemi është që të hynë mushkri lagështia edhe myku. Tani kam vënë një gjë që tha në aerin, afigradira syet në greqisht, në shqip nuk e kam intim fare. Edhe duhet bëj babi izolim lart në tarac. Nuk ka tjetër shpëtim si situatë. Prandaj kur të merrni në shtëpi, të keni shumë kujdes. Kontrolloni shumë mirë mykun, se myku nuk i kën kollaj. Ti mund ta kamuflosh duke e fshir ose duke lyer murin, por është atje edhe myku të bën keq në shëndet. Neve edhe pse jemi në vend me shumë lagështi, atje ku e kemi shtëpinë, shtëpia jo nuk ka fare myk, shqyqyr zotit. Po desha ta them këtë. Edhe po shkoja ndec se po më preti me motër. Motra, për çfarë më do? Nuk e di, ta filmoj me kamera, me telefon. Me kamera. Njerëz do vlet se do kamerën time motra dhe me retimin ti po. Ela te TV motra, verorkën që të bëri ke tula. Ta bëj tani kështu edhe një herë. Ku e di, nuk e kam bërë. Se më ngure kaq ngusht. Nuk është ngusht. Apo që të më priet. Po, prandaj e bëre. Bravo Tohis, bravo. Super. Verorka tim. Ditën e verës. Ditën e verës.
Bera një dush, mos duhet të ndes këta, më shifni më mirë tani. Nuk po duroj dot veten. E sot që është ditë e fundit që jam në Greqi, nuk ndihem shumë mirë, po ndij pak si ethe, ftohtë. Kështu që bëra një dush super të nxehtë, që mbas e vi në vete, do ulem të haj dhe pak qoftka, sepse nuk jam ushqyer edhe fort mirë këto ditë, ju them të drejtën. Do të thënë kam ngren, po ha kryesisht budallalliqe, jo ushqim. Po diskutoja dje me një nga shoqet e mia të ngushta, po më thoshte që ka bërë disa vizita te doktorët për arsye të ndryshme gjithsesi. Dhe një nga gjërat që gjetën ishte diçka me sheqerin, do të thënë që organizmi i saj kur konsumon sheqer duhet të mundohet tepër, kështu që i tha doktori ta heq fare sheqerin, edhe thë që është shumë e rëndësishme në përgjithësi, tani që po rritemi, hyrëm në 30-at po se keni akoma marrë vesh. Të ushqemi sa më mirë të jetë e mundshme edhe të stërvitemi. Kuptova realisht jemi rritur duke qenë që dje kemi diskutuar me shoqet e mia vetëm për vizitat në për doktora, kontrolle, analiza, diabet, sheqer. Zoti i madh, ju që jeni 20 vjeç, gëzoni shëndetin tuaj, edhe kuroni trupin. Në fund të ditës ai na mban në kamp, që të shkojmë në punë, që të shkojmë në udhim, që të bëjmë çdo lloj gjëje që bëjmë. Kjo është psikologjia e ditëve. Me gjithë këto spray. Që këndet do duhet të më shifnit juve normalisht që të ketë ndriçim, por nuk kam ku ta le kamerën këndet. Qoftë kat. Kam provuar unë t'i bëj në shtëpi, por nuk e di, mami i bën më të mira, i bën shumë të mira. Sepse unë e provoj një herë e po doli dështim dorëzojnë, por nuk është kështu jetë. Duhet ta provosh disa herë. Të mundohesh të dalësh, të arrish të ndryshosh çdo herë diçka, derisa të vijë pika që tha këtu jemi. Nga dola e bëra. Janë edhe shumë juicy, qoftë kat e ketulës time. Motra po than flokët, po i drejton te dhoma e mamit. Mamin e kemi bërë parukere tani, tamam. Edhe çdo herë që duam të bëjmë bajluket, flokët, t'i drejtojmë. Mami, hajde na i bëj pak me tharse. Dhe vjen e shkreta, çat bëj. Unë jam e lyer që në mëngjes që bëra reelsat. I kam mbaruar, po mundesha tani t'i bëj editim. Edhe arsye që nuk ju ka folur motra deri tani është sepse kishte dhimbje barku, ishte shtrir gjithë ditën në krevat edhe më thoshte Elana, dhe mbarku, nuk e di ç'të bëj, Elana, nuk jam mirë. Me shumë mundësi thjesht do të shkojmë banjë, thjesht nuk ka vajtur, sepse motra kur ndron ambientin ka këto probleme me zorën e trash. Too much information mbase. Edhe tani do vishemi për pak, erdhi edhe babi, edhe do na çoj babi te një punë që kemi, të cilën nuk do e tregojmë këtu sot. Mund të shikoni diçka në një vlog tjetër, në një ditë tjetër, në një moment tjetër. Kam përdor fjalën tjetër shumë herë. Më duhet të mësoj pak më mirë shqip, të përdor më shumë fjalë, sepse po të më dëgjoni të flas greqisht, nuk kam fare lidhje. Përdor fjalë të bukura, shprehem shumë më mirë, si një vajzë me edukat, me kulturë, me çdo gjë. Kurse në shqip, ndihem sikur jam në klasë të 6 e shkollës, që mëson akoma ato bazike. Ç'të bëj? Më duhet të filloj të lexoj libra në shqip, edhe me leximin e kam pak keq. E vërteta është, nuk e di ç'a zgjidhje mund të gjej për këtë gjë. Nuk e di. Nesër dhe ik motra, një mërzitur, nuk e di as ç'a do bëj të shtunën, as të dielën, as asgjë. Edhe pse ka kohë të bukur, po nuk ke shoqëri të mirë si motrën time, domethënë. Nuk ka lezet jeta. Ja su ketula, po ikëm te një punë sekrete, mirëpafshim. Do ikëm me motrën diku, përse të kem kohë të kthehemi, të bëjmë gati, sepse në orën 6 e ca do nisemi për stand-upin. Edhe unë jam si e çmendur. 1 hour later. Përsëri atje pa ndriçim do ju le. U kthevëm në shtëpi, shqyr nuk u vonuam, kështu që tani kam filluar të bëjmë gati. Ka ca ujë aty. Sepse për 40 minuta pa ka shumë do nisemi. Tani te stand-upi nuk e di po do ju marr, nuk e di as po lejojnë kamera, me shumë mundsi nuk lejon kamera aty brenda. Kështu që do duhet t'ju lë në shtëpi, të marr kamerën e mos e nxjerr nga çanta. Më shkrojtët shumë edhe në foto e në reelse që Angela kur shkon në Greqi bëj tjetër njëri. Besoj që ka të bëj një kryesorja që jam afër familjes edhe më mungojnë shumë. Edhe kur i shoh jam shumë e lumtur, obviously besoj të gjithë ne që jemi në emigrim na ndodh kjo gjë. Po përveç kësaj mendoj që ka të bëj shumë edhe koha, dielli, sepse kur në Itali është kryesisht një kohë e vrentur me shi. Kështu që nuk ka se mund të jesh në ato momente një njeri me energji, me jetë, me. Ndërsa vjen këtu, të kënaqet shpirti, ri me mëngë të shkurtra, ke vetëm diell. Sado humori ndryshon nga vendi në vend. Plus që këtu është vendi që unë jam rritur. Kështu që njoh zonën, njoh njerëzit, ndjem rehat televizën në përgjithësi. Në krahasim me Italinë që mund të jem më mbyllur, më ndrojtur sepse mbase është gjua, kam frikë që gaboj, kam frikë që mbase po të hapem më shumë me njerëzit apo
ose po të sillen ndryshe, nuk do e kuptojnë shakan tim ose humorin tim ose personalitetin tim, e them ta mbaj të gjithën në një bazë shumë të thjeshtë, shumë të lehtë, shumë të butë. Nuk e di si ta sqaroj. Ndihem sikur kam më shumë besim te vetja kur jam këtu, duke qenë që njoh vend. Nuk e di po ka edhe kuptim kjo që po them. Dhe koka ime ka kuptim. Edhe vëllai ashtu është, edhe unë e shoh që kur vjen në Greqi bëjmë një njeri tjetër. Mbase e shoh edhe si pushime këtë një javë. E marr detyrim që jam te shtëpia prindërve dhe jam rehat. Nuk e vras mendin shumë, them do bëj off nga çdo gjë, stres, siklet që mund të kisha në përditshmërinë time. Kur i kthem në Itali, dihet i rikthehesh realitetit, edhe realiteti ka edhe halle, ka edhe probleme, nuk është vetëm qef, dalje, kënde ande. Nice, duhet të jetë një miks i shumë gjërave. Por jam dakord me ju. Gati janë gocat, po presim të vi Bruno të na marr, e të nisemi. E të shpresojmë të arrim momentin që duhet, jo të hymë më vonë. Do shohëm si do shkojë kjo. Op! Ore kuzhinjere! Telio, Kanelonja. Re Marina, shumë faleminderit. Shive çfarë bëhet këtu? Se erdhi halla me sanë, po tani po na vjen mesa me sanë, po vjen më. Elana, felicitări. Gati. Bravo, në shkoj rulla muajsi. Balkan style. Nga se makinën edhe hajmë suflaqe me sallat në kuti prej ëmbëlsirave. Kam pak frikë për jetën time në këtë moment, në përgjithësi mos e bëni. Po jemi të ngecur në trafik, prandaj tani e hapi. Më thot mos ke merak, kështu që ti ke merak. Kisha merak... Nuk ke merak. Ti ke merak? Jo. Okej. Ja dolëm të vi me vonesë. Nuk të lejnë makina të kalosh, re. Qa stresi që po ndjej brenda në shpirt në këta moment. Shumë bukur kaluam. Kore. U kënaqa. Si mi amor, si per favor. Tu. E tani dini çfarë do bëjmë? Do ikëm të presim kulaçin me lekun. E mami më thaj që nuk e di po do ju pres ju, e mund edhe ta hajmë. E çe vonosh ti të kthesh në shtëpi? Ti e ke fajin. Po, ti e ke fajin, ti u vonove. Unë do ja them mamin që ti propozove të shkojmë për verë. Ti propozove. Nuk e propozova unë. Do të bëj check-in. Ja su mami, ja su mërfjamu. E prekët kulaçin. Leku nuk i ka rënë asnjëriut akoma, ngrën vetëm nga pjesa e babit thot që nuk i kishte rënë. Kështu që shkojmë të kontrollojmë pjesët e tjera. Unë dua të haj edhe kanelonjat që më solli Marina shumë, të tipit shumë. Ja ta shohëm. Aja është e imja, eja është e jotja. Kjo është e mamit, se e thanë hëngrën vetëm të babin. Mirë, mos e shikon nga poshtë, do ta shikojmë kur të hajmë. Tu supozoj që kam, po, më ka bërë mami kështu. Zukinet të mbushura, po, sa të mira janë edhe këto. Në njëri jam, që ta hamë përba? Unë dua t'i ha të treja tani. Pisni të shohëm e pak. Ti të vlej. Nuk e po e shohë. Nuk e pash. Nuk e di ku është. Të betojmë, nuk e di ku është, nuk duket. Hape kulaçin tënd, se mbase të ka rënë ty edhe kot sa do gëzoj unë. Se me mua nuk do gëzosh ti. Po do gëzoj me ty me motra, dihet që do gëzoj edhe me ty. Po dihet që shefi ma ka të më bjerë. Motra, por atë unë. Ai sikur ka rënë edhe te ty. Sa herë të mirë, sa vite kam pa ngrënë kulaç. Me gjanë pastelio kjo re. E ke qenë nxjerrë unë këtë pjatën motra. Mua nxore? Unë nxore, nuk do të bëhet. Hape të shohëm. Ku i tira në Vasilopit, a mamit? Po. Mami do i bjerë prap. Ja, unë nuk e kam. Telio, Eliana, provoj pak, shive sa mirë është. Por i do provoj. Na, mos e hap ti, do e hap vet. Mirë, që kam kulaç në gojë. Mirë me hape vetë se na çmendë ti. Po shumë të mira kanelonja. Ja ku është leku? Se mos e keni bërë kastile, a? Jo, kemë bërë mystekil. Eliana, të thash provoj kanelonja, nuk të thash masakroj. Po, Shumë të mira e ka bërë, bravo Marina. Bere edhe një nga ato këtu. Thot Eliana, këtu duken të këto, të shpifura. E dini çfarë? Shumë bukur ja kaluam, po kisha uri tani. Edhe kjo gjë që ndodhi në këtë moment ishte gjëja më e mirë që mund të ndodhte. Ma tani që më doli leku, do me thënë që kam fat në jetë të vit vetë. Marina, të ftoj të shtëpia ime të gatuajnë bashkë. Të ftoj të shtëpia ime të më mësosh të gatuaj, thoj. Dua të haj pa kulaç. Mos di çfarë dua të ha më përpara në këtë moment. Unë njerëz se ta dini nuk kam bërë check-in për nesër, mbase sepse nuk më iket, maybe. Kështu që thoni lebetita lagjen nga gëzimi im, do marr të lekun, do mbaj kështu, siç është, që ta kem brenda të portofolim gjithmonë. Biles më duket kam edhe një që më kishte dalë në 2019-ën, 2020-ën. Akoma aty e mbaj i ruaj. Kush është parakalo? Nëse felisë autora pa jepno. Po, mora e kemu. Do zjojmë në mëngjes, më mirë më zjo. Rrugën e vet. Kego. Bluz.
Scusa, mirë mëngjes nga e shtuna, po bëjmë gati që të nisemi për aeroport, ndjem e lodhur. Jam zgjuar edhe jam e lodhur, jam një njeri i lodhur. Kishim vajtur me mëngjes me motrën të marrëm kafe, vajtaj në supermarket janë 2 çokolata. Edhe tani Eliana është në poshtë në makinë të mi sjell çokolatat që ja rovëm aty, një lemsh. E dini çfarë desha të diskutojmë pak. Vura dje një story, të mundojmë t'ja lejë këtu foton ta shikoni. Mos bëni fokus te rumuja mbrapa, që të tregoja Verorkën kryesisht. Edhe nuk ka se e paramendova. Unë në përgjithësi në dorë kam qim. Nuk i kam hequr kur qimet e dorës time. Nuk është një diçka që më ka dhënë ndonjëherë pesdi në jetën time, nuk është diçka që verret e njerëzit, edhe nuk mendoj që është ndonjë gjendje agravuar. Faleminderit. Love you. Edhe te kjo story që vura, që thoni, duken edhe qimet e dorës tim. Edhe më arritën mesazhe, të paktën 20 mesazhe, shumë të shpifura. Tipi ti lenam, lesh te krau, depilou, na hape barkun e ca gjëra të këtij. Ju, lesh në dorë nuk keni në përgjithësi. Domethënë edhe ju që depiloheni, nuk keni. Ju duket kaq absurde të shikoni lesh në dorë. Kemi normalizuar tani që femra që këtu e poshtë duhet të jetë depiluar në zero, duhet të jetë perfekte dhe po pam një femër që vendos për veten e vet që nuk don t'i depiloj duart, duhet t'i bëjmë lesh shaming tani. Kur arritëm te kjo pikë se nuk e kuptova. Domethënë më bërat të ndjem keq me diçka që nuk e ndjer kur keq në trupin tim. Edhe mami dhe Leana më kanë thënë që hiqi më mirë se duken njërin tjetrën sidomos në behar. Nuk më japën bezdi. Nuk dua të futem në këtë procedurë që duhet të ri çdo 2 ditë të ruhem këtu se të depilohem apo njërin e tjetër. Nuk më intereson, s'mi e bezdi. Kështu më krijovi Zoti, universi, ajo që na ka krijuar nuk e di çfarë është. E leshi në dorë ekziston edhe për mbrojtjen nga dielli, nga plurat, për poret, për 1000 gjëra. E mua për veten time nuk më jep bezdi. Mua si për meje nuk më jep bezdi. Edhe unë për trupin tim personal vendos vetë. Edhe unë kam vendosur kështu. Ti që don të depilohesh, depilo. Tjetri që s'do depiloj. Nuk e kuptoj për çfarë arsye ju bëri kaq shumë për shtypje. Vura një story thjesht e gëzuar për Verorkën time, se kam vite pa vënë Verorkën. Edhe të gjithë bëret fokus atje. Edhe nuk më duket shumë normale, kaq të gjykojmë çdo lloj gjëje. Domethënë çdo gjë. U lodha, robi lodhet jetë edhe perfekt, duhet vetullat e hequra. Këtu mos kemi lesh, këtu mos kemi lesh, këtu mos kemi lesh, këtu mos kemi lesh, këtu mos kemi lesh. Mos e kap edhe gjithë pjesën tjetër që s'duhet të kemi. Edhe ne nga fisi jon, sepse jemi goce që kemi flokë të dandur. Kemi shumë flok, po, edhe jemi brune. Edhe në përgjithësi, gocët që janë brune kanë shumë lesh, çfarë bëjmë tani është nga fisi. Në përgjithësi, unë besoj që ata njerëzit që rinë kapin këtë si tematikë dhe i dërgojnë motrës janë të tipit çuna që janë si majmune, që janë lot me lesh, po barabart burri nuk duhet të depilojë se është burr. Po femra duhet të jetë në zero. Perfekte. Kaq, thjesht desha ta diskutoj se nuk më duket edhe fort normale, edhe nuk kisha kaluar ndonjëherë lesh shaming deri sot në jetën time. Mbasi ishte fotoja e parë që e vut re, që dukesh aq shumë, nuk e di, nuk është ndonjë gjë egzageruar, nuk e kam hequr kur, nuk më japën bezdi. Just let me be, let me exist, live my life and be happy. Thank you very much. Nuk ju tregova këtë. Shikoni këtë unazkën. Kjo unaza është unaza më e bukur që kam në koleksionin tim, like ever and ever. Edhe më blevi mami me babin për 30 vjetori, nuk bënin vlog as unë as Leana atë ditë. Kështu që nuk e keni parë. Edhe po kërkoja një unazë të këtill, sepse më kujton, nuk e di, gjyshe, diçka vintage, diçka të vjetër, e desha fix kështu. Ka stilin, jo fix kështu. Por doli si përfundim më e bukur se ajo që kisha unë në trurin tim që desha. Edhe po është nga mami e papi, so I love them very very much. So cute. Ketula punon këtu afër me shtëpinë tonë, kështu që po shkoj ta përshëndes edhe sot edhe pastaj do nisemi. Prit ku tha, jo kjo, ajo tjetra. E dëgjova re. U dëgjova. Ja fare stona do të mora që mund. Arita, jam me lodhur, lodhja duket e fytyra ime. Nuk kam fjetur shumë gjumdje në darkë. Kam dalë po pres të vi Klajdi, më tha që për pak minuta është këtu. Edhe koha është e vrentur si gjithmonë, për të paktën nuk është mega super ftohtë. Jam me pallton e kam vap në këtë moment. Hello, e pe, jam mbrojtur. Bravo. Mori malli për nusën re. Në diet. Si s'ma mori malli. Uri për drek, kam menduar të më gatuaj McDonald's. Po më ngryhet edhe mu stomak. Të thash, mos më prit ha. Ja, s'ka lezet. Pritë nusën, jetë kështu tip romantiqko e. Home sweet home, më kishte marrë malli për shpinë. Ku e s'lulusi mami të me? Ku e zemra ime? Ku e shpirti im? Ku e s'lulusi ime? Zemra ime? Ca bella, ca amore, ca amoretto, ca amore. Ca shpirti mami, ca.
Tjeta pak 1 orë e 1 çerek. Se vajti 6 e ca pastaj nuk do mundem të flej në darkë. Plus e dini çfarë kujtova që unë nesër kam të fshi shkallën e pallatit. E kisha haruar, e kisha bërë dilit gaturin. Dua të shoh po vazoja arriti pa probleme në këtë shtëpi. Kishte bërë Elena një porosim nga Notino, edhe I kishte brenda te kutia këto. E ne I hodhëm, e më the mami, na me gocën dhe meri këto edhe mbuloje vazon tande, pse I hodhët? She's the real genius. Arriti dhe është perfekt, I love it. Unë nga Greqia mora edhe këto, janë babanjot që kisha lënë aty që në gusht. E hapu në shoh këta brenda, më thej Lana është e jotja, kam vite që ta kam marrë edhe nuk ta kam kthyer. Unë këtë nuk mbaj mend jetë e imja, se kam ident jetë e imja. Pase është e imja, pase nuk është e imja. Nuk e di kujt është. Edhe burr, këto I kisha hyrruar nga hera e fundit edhe ti në Greqi. E flame? Po. Edhe kemi një varieta me çokoladë. Kemi për të gjitha gustot, pëlqimet edhe shijet. No! Mora edhe Ace Marigon që nuk ekzistojnë këtu në Itali. Erdhi momenti time book, do gatuj diçka gruas se sa është e lodhur, është e kputur nga pushimet në Greqi. Gru! Po të dëgjoj pa merak. Makarona? Macarons. I Google. Ti je un bello Lulusi. Milo kishte planifikuar të bëhet një ujk, por në realitet ka dalë një qen që ka shumë frikra, si mami vet. E dini çfarë pash në TikTok? Që njerëzit linden vetëm me 2 frikra në këtë botë, me frikën e lartësisë dhe me frikën e zhurmës. Të gjithë frikrat e tjera që na krijohen vijnë nga eksperiencat personale që ka jetuar çdo njeri. Domethënë nuk kemi frikë nga një gjarpër kur jemi të vegjël, e shohim e luajmë me gjarprin, sepse nuk e kuptojmë rrezikun që ka. Edhe se kisha menduar kur këtë gjë. Po I thosha Klajdit që të gjithë më shkruani që më shkon shumë Greqia edhe që transformojmë aty. E po më thoshte normale o grua, këtu jemi vetëm unë e ti, nuk kemi shoqëri të dalëm, të qeshëm, të bëjmë shaka, të bëjmë gjëra ndryshe. Edhe sado kur je 2 veta më thoshte është ndryshe. Ky emigrimi na ka shkatruar jetën. E po I thosha o burr, po ti të spostojmë të jetojmë në Greqi, të kërkojmë mos gjejmë ndaj punë të mira për ty edhe të shkojmë të spostojmë ande. E më thot Klajdi edhe do marr pastaj pension 200 euro në muaj. Kto muhabetet ndërkohë I bëj çdo herë që kthehem nga Greqia në Itali. Kështu që opsionet janë 2. Ose do jetosh çdo ditë bukur me diell, me shoqëri, me pari, e do marrësh pension të ulët, ose do jetosh si emigrant, të vit pak më, jo që nuk kaloj të mirë, pak më, e kuptoni ju emigrantët, e do marrësh më shumë pension. Si më solli jeta në këtë fshat I izoluar nga bota, me mjergull, edhe veç me fabrika. Bëu reprezentant. Çfarë po han? Kastravet. Veç për vete, more. Pyeta, don sallat më the jo. Nuk është e vërtet. Burr, dua kastravet. E don vërtet. Jo, ishte një prank. Lushi në Greqi ka shumë qenë rrugë, Të dish që me fat që jeton në një shtëpi 105 metra katror, si mret. Ju s'o bër. Burr, të lumshin duar, edhe tani do ju them edhe një sekret të vockël. Më merr Klajdi dje. E më thot, të prononjtoj bileta për në Greqi. E I thash çfarë thua e burr? Nga Klajdi në çfarë data unë kam punë, nuk do jem në shtëpi, kështu që tha hyra kontrollova për bileta në Greqi, gjeta me çmime të mira, don të ti prononjtoj. I thash burr, prit të kthejmë, ta diskutojmë pak, të flasim se si u thash tani sapo fillove punë dhe duhet të fillojmë të marrim pak veten. E më tha Klajdi, ç'do të diskutojmë, ti mbyll apo mos ti mbyll? Edhe ishte atje dhe Leana I babe e thash mbyll. Kështu që do ik përsëri në Greqi, kam gjatë prera biletat që të riik në Greqi. Prandaj edhe nuk jam mërzitur shumë, domethënë jam mërzitur unë barabar, po kam diçka të presë, kur kam diçka të presë, nuk e di, më mban ajo me gëzim, me shpresë, me gjitha të mirat e botës. Tani që mësova të ha një javë në Greqi, në ushqimin e mamit, sikur s'po më shojnë këto makaronat, më duken shumë të thatat në këtë moment. Po I them vetes si haja këto çdo ditë. E thosha janë edhe super makarona. Tani që kam ngren çdo ditë pastiqe ose gjëra të tjera ande. Por e vërteta është që duhet I kthem edhe regjimit, se regjimi më ka bërë veç mirë, nuk më ka bërë keq. A pastaj kur të rikthehem në Greqi të ha prapë ushqimet e ketu lëstime edhe të më shojnë aq shumë sa më shojnë tani që. Atë. Nuk e di çfarë desha të them. Mirë mëngjes nga e Hena. Ju lash të shtunën, dje e diel nuk filmova fare, sepse dje e diel desha të qetësoj trut, do më thuash nga çfarë, nga pushimet, po nga pushimet. Desha të mbledh pak shtëpin faktikisht, kam vënë lavatri, që kam ndruar çarçafe, kam fshir, kam larë bëra shkallën e pallatit, hapa valixhen, I dini juve. Gjërat që bëjmë kur kthehemi pas pushimeve neve gocat. Ishte munduar Klajdi ta mbaj sa më pastër shtëpinë I shkreti, edhe unë para se të iki kisha lënë të gjitha dritë, domethënë peshqirat, lara e të gjitha. Por sado nuk ka dorën e një
gruaje. Sado që mundohet të verë një fshes, nuk është që kontrollon brapa cepave apo që është tepër i kujdesshëm. Sipas meje kanë gjetur këtë si mënyrë burra, që mos e kemi besim edhe të duam të bëjmë gjërat vetë mos e lëmë në dorën e tyre. Por jam edhe e sigurt. Por me shumë mundësi është ashtu si po ju them unë. Gjithsesi u mora me këto gjëra atje, edhe në darkë kishte premtuar Clyde që të shkojmë të shohim një stand-up comedy në Bologna, kështu që unë që atje që s'kisha parë kur stand-up comedy në jetën time, brenda weekendit pash dy, një në Greqi e një tani që u ktheva në Itali. Është një çun shqiptar quhet Giuliano Dule. Nuk e di po ka shumë vite që ka filluar të bëj stand-up, më duket që jo, e bën stand-up në italisht. Sot bilesh bënte stand-up këtu më afër nesh, te shtëpia vjetër që kishim me qira. Por atje ishte sold out, supozoj është vend më i vogël edhe atje ishte sold out, por neve duke qenë që deshim shumë ta shohim, vajtëm në Bologna, nuk e kemi edhe shumë larg. U kënaqa, ja kalova shumë bukur. Ishte shumë ndryshe nga i komiku grek, me thënë ishin dy komedi komplet ndryshe nga njëra tjetër. Ai në Greqi bënte komedi më të thjeshtë, ndërsa Giuliano bënte komedi më të thellë. Prekte edhe tema më të rënda si politika, si feja, feminizmi, komunizmi, patriarkat. Prekte shumë gjëra edhe ishte më shumë i stilit tim, jo që ai në Greqi nuk më pëlqevi dhe ai më pëlqevi. Por kjo që bënte ky Giuliano ishte tjetër nivel. Atje ku bëhej edhe stand-up ishte në vend e ri që nuk ishin vajtur, ishte plot student, kështu që para se të filloj stand-up ju ulëm bërëm një aperitivo. Ja kalon shumë bukur. Sot fillon një ditë e re, kemi diell shqyqur zotit. Para se të hap kamerën kisha vajtur të pi kafe me burin, thjesht e kisha hequr nga trurim që unë po filmoj vlog, ai tani iku në punë, edhe ne shohim bashkë çfarë do bëj. Ditën para se të ikë në Greqi, vajta në Vos sepse më kishte arritur një pak ovinte. Në përgjithësi tani jam fokusuar te mos blerja. Nuk dua të marr shumë gjëra. Kam pafund rroba, kputuc, produkte, kështu që realisht nuk më duhen të reja, por kisha gjetur te Vinted këto sandalet për në periudhën e verës me 6 euro. Këta këtu, llogaris, kam platform, por është e holl. Janë të bardha, nuk kam sandale të bardha. Janë brand new të reja, edhe ishte kjo goca me 6 euro. Thuaj edhe dërgesa 7,20 €. Diku aty më vajti. Më pëlqen realisht shumë. Besoj që do i vesh edhe do kënaqem se janë super të rehatshme, nuk di që ke veshur asnjë në kam. Tani këto platformë ishin shumë në mod kur unë isha në 8 vjeçare, 9 vjeçare, diku atje. Mbaj mend që kisha pafund kputuc me këtë takën. Pastaj e kam uryer këtë takën. Tani nuk jam e sigurt po e adhuroj apo por thjesht është okay, po më duket që po rikthehet pak në moda vash në formë kështu pak më të holl. E thash okay, let me try it. Kam edhe këto lulet që kam vdekur, sepse janë aty që para se t'iku në athim. Edhe Feng Shui thot që nuk duhet të mbajmë lulet të vdekura në shtëpi. Unë fillova të përgatis drekën, vura njerë pulën të airfryeri, nuk ju tregova asgjë sepse po flas me motrën time ndërkohë, e cila nuk e di dikush ka erdhur në shtëpi, do një postier, edhe më ka lënë të shoh tavanin, edhe ka ikur të marr porosinë vet. Vura pulën, do vede patatet, hapa frigoriferin e kuptova që s'kemi asgjë në këtë shtëpi. Duhet të shkojmë në supermarket sot, mungojnë pafund gjëra. 4 domate kemi të numëruara që të shtym drekën, po mundojmë të sajojmë ato që po gjej. Ç'të bëj? Çfarë ndodhi? Erdhëm për babin, domethënë, për administratorin e pallatit. Të mungon motra? Po, më mungon motra. Bravo. Do vish të pim kafe. Dhe plus dje në mëngjes, kishte një merkato prap këtu rreth e rrotull, edhe vajtëm me Clyde, pimëm një kafe, ishim me Lusha, e tham po shkojmë të tredhe një xhiro në merkato se kishte diell edhe deshim ta shijojmë pak ditën. Çfarë mora në merkato t'ju bëj hol? Po ja tregoja tani ti me motreje. E më tha, "Ha, të paktën ke të bësh hol te YouTube-i." E i thash, "Di çfarë? As nuk e kisha menduar që do i tregoj te YouTube-i. Harohem edhe unë njeria." Ju thash jam fiksuar me këto gjërat kështu, por më pëlqejnë edhe këto gjërat kështu. Është kjo tipologjia e varses, që e dua edhe në të kuqe, po kërkoja edhe në të kuqe, po e kishte me 10 euro dje, edhe unë nuk jap atë lloj lekut. Domethënë këtë, më tha Xhaxhi 5, i thash 3, edhe ma la 3, prandaj e mora. Por nuk e se do jap shumë lek për këto produkte. Por nuk dalën kur nga moda këto produkte. Edhe kjo edhe e kuqa, kam vite që ja shoh grave, po ja kam parë gjithmonë grave që janë më të mëdhaja. Edhe te truri ime kam lidhur me moshën. Nuk kanë moshë këto si produkte. Okej. Tani po i futen stilit tim. Kështu që mora këtë dje. Se thash, ta mendosh në restorant që han gjëra peshku, që unë nuk ha gjëra peshku te restorantet, ha patate të skuqura, po nejse, e kupton ju vëjde. Në dark duke pirë diçka në një ishull grek të bardhë me një fustan të bardhë edhe këtë në qaf yll. Tani pse po ju rije, po ju sqaroj të gjitha detajet e mendimeve të mia, edhe çdo rast në të cilin do e visha, nuk e di. Por ne, edhe pastaj gjeta këtë, që është nga
Qasjet më të bukura që kam gjetur ndonjëherë në të përdorurat po flas, jep vibes të një gruaje me lek, jep vibes të një gruaje të sofistikuar. Paktën te trurim i jep të gjitha këto vibes. Nuk e di për të tjerët tani. Nuk ka shumë e bukur. Realisht nuk ka shumë e bukur, nuk e Pinterest vibes. To mora për veten time personale të trupit tim personal. E i them Elianës, mora edhe një palçizme shumë të bukura, se dua t'i vë në vitet të shes. Këtu gjeta që thoni që janë burgundi, janë me këtë majën të cilën adhuroj, besoj që të gjitha kputucët e mia që këtu e tutje do jenë me këtë majën. Edhe kanë këtë materialin si diçka. Janë lëkurë vërtet. I thash Elianës, nuk më bën të vë në vitet. Më tha, "Cela më bëj mua që kam numrin 38, të lutem mos i shit mi lër mua këndë." Edhe doja le asaj. Nuk të lën motra e vogël të nxjerrësh 2 lekë vëlla. Jo. Me qenë këtu t'ju tregoj një palkput. Të mora te xhaxhi peliçave. E mban mend peliçat edhe xhaxhin? Kishim një episod në këtë kanal vetëm me xhaxhin e peliçave. Kishin çmimin origjinal sipër 220 euro. Kan brenda push, lesh, po jeni çfarë të doni. Edhe janë yll fantastike, janë lëkure të reja. I mora me 20 ose 30 euro mi la xhaxhi, nuk e mbaj mend tani fix. Dhe te xhaxhi mora një peliçë tjetër small, shumë të bukur. Është prapë si në ngjyrën kafe portokalli. Edhe mora thjesht sepse ishte numër i vogël, po është më i shkurtër se peliçja, nuk ishte i gjatë. Por vendosa ta shes. Kështu që po një gocë nga ju do një peliçë numri small, super të bukur, super yll si peliçja. Të më kontaktoj në Instagram, t'i dërgoj fotografi, t'i them çmimin e të gjitha këto, po të jetë një gocë që mundet të përdor vinted, sepse nuk kam si ta dërgoj ndryshe. Kështu që po dikush nga ju jeton në Europë që di të përdor vinted, ka vinted edhe don një peliçë, të më shkruaj, t'ju a tregoj edhe po ju pëlqen, mund ta mirëni. Edhe pastaj blevi dhe Klajdit se gjëra shumë nice. Ju kam thënë që ka rroba yll për çunat më të përdorurat. Gjeta një teta që shiste pantallona të gjitha 100% lana me 3 euro burash. Kështu që mori këtë këtu. Shikoni edhe ngjyrën që ka këto si viza blu edhe është një beige yll, fantastik ky pantalloni. Këto përsëri një ngjyrë si tip kafe, njërin tjetrën pantallona elegante që në Zara i gjen sigurt me 20 euro, edhe nuk janë 100% lana. Po të ketë një përqindje të vogël lana te Zara mund të blesh edhe 80 euro me shumë mundësi. Edhe në fund mori edhe këto që janë grim, super blerje. Të treja këto 9 euro. Ja kam futur edhe Klajdit këtë fiksimin me të përdorura, edhe tani mundoj të gjej gjëra që të mbush garderobën e vet me produkte kualiteti. Dhe e fundit e kam futur këtu për të lar, edhe pse nuk e di po mundem ta laj unë, se edhe kjo është lana. Mundem ta laj hallesh, i prishet forma po i futen lavatriçe xhaketa. Është thoni kjo xhaketa këtu, ka edhe kjo disa si tip viza kështu. Tessuti di qualità superiore. Është aq e re që edhe xhepat nuk ja kanë hapur, janë akoma të mbyllura. Ndjej që vajtëm te ai komiku, na bërën edhe këtë në dorë. E bëjmë në Itali këtë gjë më tha Klajdi, as nuk e dija sepse më keni parë se sa dalun këtu në Itali. E bëjmë për diskotekat, klubet dhe këto vendet që sa herë hyn edhe del të identifikohesh që ke paguar. Edhe e kam bërë edhe me vaj që hiq më i kapin, e kam bërë me sapun edhe më ka ngelur këtu, pa më hap barkun sa herë shoh. Më duket sikur jam një cop mishi me pullën. Pula ime u bë, të ve edhe patate tani. Jam të gënë. Të nxinte. Kishte kastravec. Jo. Της άλλωστε ενδιαφέρον. Πολύ ωραίο τρένο μπαίνει. Shkojmë një xhiro në Lidl. Po mendoja të shkojmë në Tigota. Po vetëm letra për banjon më duhen në Tigota. Ndërsa në Lidl dua të marrë snack Milos, të shoh që oferta kanë dalë se e hen sot. Kam një javë që nuk po e ndes bukuroshen time. How are you my beautiful makinas Martina? Si përfundim vajta edhe në Tigota. Nuk gjeta letrat e banjës së desha në Lidl. Mora edhe këto, te Tigotaja. Mora një deodorant sepse i gjeta me ulje, por sëri spray ju thash më shumë për palestrën. Edhe mora edhe këtë, sepse gjithmonë ndalojmë te Essence, e kam në përfundim këtë, më pëlqen shumë. Kishin ngelur dy, kështu që thash hajde merri një. Gjeta edhe këto që shkoj gjithmonë i kërkoj, edhe vetëm nga 10 copika. Ishte dalë me ofertë 36 copë brenda, super çmim. E pastaj te Lidl mora celulka, sepse më kanë ngelur të gjitha vazot poshtë. Lidli shumë i kanë ngritur tulipanët. Unë nuk bëj mend ti kishte gjithmonë 5 euro. Tulipanët tani ka 5 euro e trëndafila 3. Unë bëj mend që edhe tulipanët dikur 3 i kishte. Domatka, to të gjitha janë për qenin tim. Edhe kishte nxjerr kremra në përgjithësi Lidli. Kishte nxjerr marka si L'Oreal, Garnier, Nivea dhe këto. Edhe pash këta, Nivea Men, krem hidratues për burin, sepse buri e përdon kremin hidratues kur ti mbaroj ta ketë. Më duket ishte 3-4 euro. Nivea Men 3,99, 4 euro ishte kjo, kështu që super. Ndërkohë që isha ti më merr buri më thotë, zemër e ke estetikun sot të luaj futboll.
jo zemër i thash, nuk e kam bezdi. Alli është qaj nesër ikën. Unë ngelëm vetë. Por e di sa shumë i pëlqen futbolli dhe nuk ja prish qefin se nuk është gjë e bukur. Edhe unë nuk do desha që ai të ma prish mua qefin që të shkoj diku. Edhe ai nuk e bën kur me mua. Çfarë të dua unë si të dua unë, thot beje gru. Vazhdo. Kështu është jeta, merre jep. Ka erdhur buri, kështu që do ikëm në super njerë tani, shpejt e shpejt. Edhe duhet pastroj këtë llambën se po shoh Merima nga sipër. Dua tani që po hapet edhe koha të bëj edhe dritare, balkone, mirë. Pa, pun tani hyrja pranverës. Bëra edhe një dushitje në vindet sot. Më ka sjell buri stampën t'ja vej dhe ta dërgojmë. Edhe ikim. Dim sikur kam pa bërë supermarket hall një vit. Lule lakër, banane, patate, karota, mishpule, qofte soja, grur, vez, ilaç për çimentot, çumësh, 2 tipologji kosi të ndryshme, avokado, ushqim i lushes, to viledat për të larenat, mori Clyde Pringles sepse ishin në ofertë. Lejs me limon. Dan. Unë këtu vura oriz, do bëj edhe këto qoftë kat. Burim iku te futbolli. Nuk e di çfarë kthehet, kështu që unë do haj, edhe do i lej edhe një pjatë që kur të kthehet të haj, se kishte shumë uri tani mbas pune. Po dihet që s'kisha gatuar në orën 6 që erdhi ai të mbas ditës. Ka ngri një tost e një banane edhe iku. Por të vit do ketë edhe darkën gati. Në drek vajta lart te Patari, Sofito, çfarë quhet ajo, te Papafingoja, se desha të gjej ca rroba që kisha shitur, edhe gjeta edhe shumë rroba të tjera, se nuk po gjej atë që kisha shitur, e fillova të hap të gjitha kutitë mia me rroba që kam për të dhënë, që dua të bëj një bazar idealisht aty në Tiranë, edhe të shesa të rrobat te Juve, të bëjmë një si tip thrifting, flea market, si bën këtu jashtë shtetit në Europë, me çmime shumë të mira, por duke vajtur lart, duke hapur, zbulova që kam shumë rroba, që nuk i bëhem mend që kam, edhe i zbrit atën. Për vintet i kam marr, por do shohëm. Gjeta këtë fustanin që ka dalë shumë në mod tani kjo gjëja. Gjeta këtë xhaketën që do vë në vintet. Xhaketën gri, gjeta këtë fundin përsëri lana, gri, mini, që mund ta vesh me çdo lloj gjëje, është nga Benetton, super. Gjeta edhe këto pantallona, kanë dalë super në mod, edhe i kisha vënë edhe këto lart për bazarin. Por tani me që kanë dalë super në mod, unë do i vesh. Edhe ndjem sikur kam bërë shopping, por kam bërë shopping nga shtëpia ime. Kështu që po vendosa të bëj bazarin, pat pak a shumë çfarë lloj gjërash do mund të gjeni te bazari. Do ketë lloj. Thjesht shpresoj të gjej një vend ku mundem ta realizoj bazarin, se ky është problemi im në këtë moment. Nuk kam gjetur një vend ku mundem ta realizoj. Sepse një herë që kisha pyetur, më kishin kërkuar diçka të tipit 200 euro ora të realizoj një bazar. E në ato rroba do i vëmë çmime super të lira, do bëjmë shumë që të takohemi, të keni diçka time po ju pëlqen. Nuk po e bëj që të fitoj do një lek të madh. Kështu që nuk besoj që as do dalën lekët për të paguar një lokal, po do jetë 200 euro ora. Tani aty nuk do rish 1-2-3 orë, mund të rish 5 orë. 5 orë herë 200 i bie 1000 euro. Gjithsesi, po keni parasysh do një event, mund të organizoj diçka të tillë, ma shkruani që t'i kontaktoj. Në përgjithësi po ju intereson diçka e tillë, ta realizoj, ma shkruani. Ndryshe nuk do e realizoj kurrë. Thjesht do më pëlqente shumë si ide. E kam këtu edhe një 2 vjet tetrurim, sepse e bëjnë edhe në Greqi këtë gjë. Edhe thash pse jo, ta provoj ta bëj edhe unë, do më pëlqente shumë. Okej, Google, spenjiti. Do ftofesh re burr. Pse? Po do thash o burr i dheut. Kam to. E po, ato tani të mbrojtën. Janë skalda muskoli. A, skalda muskulit po. Ajo që mua më intereson të di, po të bën kontrollin. Po kontrollon po je në rregull. Po, fituam. Do të bisha tjetër. U vrave diku? Jo. Sjeve na i kock. Jo, sonde qabana, përdor këto pucët e kalqetos, Po? se pucët me taka më japin probleme me shpinat e fushat sintetike. Edhe jam jo në formë, më shumë. Ju are bisha, çfarë ka atë? Edhe në Shqipëri, kur vi, po doni të më thrisni për kalqet, po vi unë, tani...